Kompania më e re e telefonisë celulare Eagle Mobile prezantoi showroomin e ri në aeroportin e Rinasit si dhe të gjitha shërbimet që ofron kjo kompani. Eagle Mobile ofron për të gjitha abonentët një sistem të ri me anë të cilit mësohet vendodhja, shpenzimet dhe shpejtësia e automjeteve. Kompania më rinore e telefonisë celulare në Shqipëri, Eagle Mobile, qeli me një ceremoni të veçantë në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, ambientet e reja promovuese duke shënuar kështu hapjen e dyqanit të 48 të kompanisë në shkallëvendi. Shëriti i inaugurimit u pre nga drejtori i përgjithshëm i Eagle Mobile, zoti Ali Taskin, dhe përfaqësues të tjerë të kompanisë. Në komunikimin e tij me gazetarët, drejtori i përgjithshëm i Eagle Mobile, Ali Taskin, tha se të gjithë abonentët dhe qytetarët shqiptar mund të gjejnë këtë kompani dhe shërbimet e saj që në momentin që vën këmbën në tokën e tyre e deri në skajet më të largëta të Shqipërisë. Në këtë showroom u prezantuan shërbimet e Eagle Mobile si Mobile TV, Internet Age, Eagle USB Modem, Pixel, Eagle Zone e të tjerë. Shërbimi më i ri ishte ai i gjurmimit të automjeteve Vehicle Tracking System. Nëpërmjet këtij shërbimi të Eagle, të gjitha kompanitë, bizneset dhe korporatat mund të mësojnë vendodhjen e automjeteve, shpejtësinë e tyre si dhe shpenzimin e karburantit. Ky shërbim ka rezultuar shumë i suksesshëm në vendet europiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndihmon në parandalimin e vjedhjes së automjeteve, por edhe në gjetjen e tyre në rast vjedhjeje. Në ceremoni ishin të pranishëm gjithashtu të gjithë drejtuesit e shoqatave të biznesit.